Pas incidentit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania ku Jozi goditi me shuplak gjesti ndërsa po largohej dhe ai hapi derën për të dalë, reagimet në rrjet kanë qenë të shumta. Mes tyre edhe ish banor të edicioneve të mëparshme kanë marrë fjalën. Zebër Voki, ish banor i formatit, ka hyrë live në Instagram për të komentuar ngjarjen. Ai është shprehur i revoltuar jo ndaj incidentit në vetvete, por ndaj disa komenteve që lexonte në rrjetet sociale, siç ishte: "Le të vi Jozi në Kosovë. Nëse vjen Jozi në Kosovë, vi edhe unë me të", tha Zebër Voki, duke sqaruar se nuk po e mbronte atë, por kundërshtonte reagimet që nxisin dhunë me dhunë. Ai theksoi se nuk i pëlqen as pak shpreha, si mund një shqiptar i Shqipërisë të godas një shqiptar të Kosovës, duke e shtuar se sipas tij duhej thënë thjesht, një shqiptar godet një shqiptar. Për mua Kosova dhe Shqipëria janë një. Shkoj në Kosovë sikur të shkoj në qytetin tim të lindjes, tha ai me bindje. Në live-in e tij, Zebër Voki përmendi gjithashtu edhe videon që qarkulloi në rrjet ku disa të rinj shfaqeshin para Top Channel duke thënë: "Hajde përballu me burra", menjëherë pas incidentit. Sipas tij, kjo nuk ishte zgjidhje e dur dhe vuri në dukje se ata djem nuk qëndruan më shumë se 3 minuta aty. Në fund ai u bëri thirrje ndjekësve të tregohen të kujdesshëm me fjalët dhe të mos nxisin përçarje mes shqiptarëve nga të dy anët e kufirit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.